Ishte viti 1970, në kullën e Allamanëve në Mat, do t'ja bete fortuna e dytë. Pas pushkatimit të dy vëllezërve, Isuf dhe Dyl Allamani, dhe burgimeve të para të burrave të familjes, mes survejimeve dhe persekutimit të pandërprerë, fëmijët e tyre ishin rritur dhe kishin krijuar familjet e tyre. Ishin djemë të rritur mes egërsisë më të rrept të diktaturës. Historitë tragjike të vitit 1945-1948 e kishin vullosur fatin e gjithë pasardhësve. Kërcënimi i burgut ishte i pranishëm në çdo ditë të jetës. Ata e dinin se rreziku bënte roj mbi kokën e gjithë secilit dhe e vërtet, viti 1970 derdhi mbi ta gjithë egërsinë e regjimit. I pari do të arrestohej Petrit Allamani, djali i Dyl Allamanit, pushkatuar në nëntor 1945. Pas tij, pak muaj më vonë, do të arrestonin edhe Sherif Allamanin, bashkë me Man Allamanin, si dhe një mikun e familjes së tyre, Isuf Tufën. Kjo ngjarje la shenjë të pashlyeshme tek Haliti, djali i Sherifit, i cili nuk mundet ta kujtojë as sot pa u emocionuar skenën e 4 burrave të pafajshëm në atë sallë gjyqi ku do të vendosej fati i tyre. Haliti ishte 16 vjeç në atë kohë dhe nuk e dinte nëse do ta shihte më baban e tij apo jo, pasi ta nxirrnin nga ajo sallë. Ishte muaj prill i vitit 1970. Petrit Allamani, djali i Dyl Allamanit, i pushkatuar në nëntor 1945, i rritur për 25 vite pa praninë e teatit, i survejuar dhe i ndjekur në çdo hap që hidhte, ishte arrestuar befas në Tiranë me një akuzë absurde për tentativë arratisje. Ishte 31 vjeç, kishte krijuar familjen e tij dhe ishte bërë baba. Bënte kujdes në çdo hap që hidhte dhe në çdo fjalë që thoshte, por sigurimi i shtetit ishte betuar që t'i vinte prangat. Djali i tij, Eduardi, tregon rrethanat e arrestimit të tij. Ti madhësh Darlina 39, në 44, 5 vjeç, 6 vjeç, çuni kushëri Timeti, Sherifi, edhe ai duhet të qenë, është Darlina është pak më i madh, domethënë duhet të qenë 10 vjeç. Pasi këto arritën krijojnë familje, në vitin 70 fillon goditja e dytë. Domethënë, para se të dënoheshte, të arrestoheshte, ti madh punonte në ndërmarrje pyjore. Pyjore dhe natyrisht si çdo njeri kishte shoqërinë e vet, diskutonte, por nuk ishte, si thush, si mund të themi, i marr ose trim që të, për qenë korrekt, që të çante sistemin hapur, sepse dishte për më tepër që familja jonë ishte në vëzhgim 24/24. Një ditë bukur në Tiranë ishte edhe te sahati i vën prangat. I vën prangat e arrestojnë dhe natyrisht dalin dëshmitar që kashar do të ratiset, nikoj që tentativa ratise gjithmonë quhet kur je gafër kufiri, domethënë si mund të ratisë mes Tiranës. Nga ajo ditë e arrestimit të Petritit në familjen Allamani, prisnin me ankth se çfarë do të ngjaste më tej. Haliti thot se nuk do të kalonin shumë kohë dhe do të arrestonin baban e tij, Sherifin, sikurse edhe kushëririn e tyre, Man Allamani, i cili do të rikthehej sërish në burg. Në vitin 70 ka rënë në burg Petrit Allamani. Petriti ka rënë në prill, atëherë në maj qershor, kanë arrestu babën tim, Sherif Allamanin, Man Allamanin, po prapë zyti. Dhe Sherifi punote në Balxhan në shfrytëzim pyjesh, nuk ishte se ishte të boni politik, por ishte në shfrytëzim pyjesh. E kanë arrestu atje. Manin e kanë arrestu të shtëpia. Kanë arrestu të shtëpia. Unë kam qenë në moshën 16 vjeç, atë kohë, dhe kanë ardhur oficerët e sigurimit të asaj kohe, erdhën ke shtëpia
dhe tha dhe bëjmë një kontrol, po pse kemi arrestuar sherifin. Gjetë disa fotografi të vjetra, plakave të vjetra i morën, dhe nuk i këthyrë më. Kemi shku më se jemi interesu, tha sherifi është në burg, ndek, tha, dibini materiale, tha, veshmati e gjana, ma sa diqta. Kemi shku, i kemi shku roba kënej. Kanë bon 9 muaj hetusi, sherifi. Por gjithashtu edhe Mani, por edhe Petriti, që ishin nga një fis. Ato di që janë arrestu këta, është arrestu edhe i tjetër nga Peshkopia, që ka qenë usta aty, këne ka pas mërë gjyshi usta, që pat punu aty. I suf tufën. I ati agrën tufës që ka qenë këtu në rrasë se mund ta kesh në gjuar. E kanë arrestu dhe atë, edhe në atë kohë, kura bëjë gjyshi mas 9 mujsh, 4 ditë bëjë gjyshi në Borrell. Haliti e kujton me dhimbje ditën ati gjyqi. Në atë sallë do të shihte dhe dëgjonte gjëra që nuk i pranonte logjika, sidomos e një fëmije. Dëshmi të rreme, akuza nga më të ndryshmet, rënimi fizik dhe psikologjik i të akuzuarve pas muajsh të gjatë hetuesie me tortura dhe ishin të 4 të pafajshëm. Kam qenë vetë prezent 2 ditë në gjyqi, që fëmijë 16 vjeç. Por maj men që gjë më të forte nuk kishte. Falë. Se kom pak emocioni. Të shifshe 4 burra në sallë gjyqit. Pa më s'pas bon, asi gjanë, ishte shumë rrasë. Nuk kam shku ma në gjyq. Dhe mas i ka mërru i gjyqi, a i që u ka dalë dëshmitarë. Ka pas sa të duhe që kanë dalë dëshmitarë aty. Por a i që u ka dalë dëshmitarë është furt, nërgomat maqinës ke agjensie vjetën dalë me të Borrellit të te. Se di që më ka thonë baba dhe këta, i ka thonë prokurori rrit drejt dhe fol drejt se i e para trupi gjykues. So vun akuzat më të ndryshme. Petriti që ka dash më ratisme ndalë jashtë. Agitacion në propagandë. Babës tim i kanë vënë dhe një akuzë tjetër që ka dash me vrarë Enver Hoxhën. Akuza për vrasjen e Enver Hoxhës lidhej me një vizitë që diktatori do të bënte në Peshkopi pas tërmetit të vitit 1967 atje. Kaloi tërmet në Peshkopi në të kohë, dhe Enveri ka qenë duke hikë për Peshkopin më rastin e tërmetit. Edhe baba me sa tjerë kanë qenë duke shku në zborë, se boshin zborin në Borrell. Edhe ka dali, ka përshëndet me dorë, shishëm thoi se baba. Edhe ka thonë baba më të tjetë, shife, ky e ka shohë në këtë moment, i ka thonë shife sa trim qeni. Se dhe zogu që ka qenë trim, nuk dilte me përshëndet populli gjatë rrugës. Ky shife sa trim është që del nga përshëndet, dhe ikë. Si nuk ka frikë del në një, edhe bëm vetës, vret ato, vret dhe vetën, i vjet i dhe vret dhe vetën. Edhe këty ja kanë vu babës se ke dash me vra Enver Hoxhën. Një akuzë dhe vjeçare. Agitacion në propagandë. Dënimet që do të jepeshin në atë sallë gjyqi ishin të rënda, jo më kot kishin renditur disa akuza në mënyrë që edhe dënimet që do të jepeshin të ishin sa më të larta. U bashkuan, sepse donin ta dënonin maksimalisht, u bashkuan dënimet dhe nga 25, gjykata i la 20 për fat, se prokuroria kërkoi 25 vjet, besa kujtoi unë në ato vendimin e gjykatës. Dhe vujti gjatë gjithë periudhës. Në Borrell, natyrisht si burgu i Borrellit, në 70 u dënua sherifi me 22 vjet, domethënë timat 20 vjet. Natyrisht i vujtën gjitha timat vujti rreth 19 vjet e 7 muaj, sherifi vujti pak më shumë, timat gjithë periudhën e burgimit kanë jetur në burgun e Borrellit. Eduardi tregon se në atë periudhë prindrit kishin vendosur ta largonin nga kurdaria Eduardin dhe ta dërgonin prandajave të tij në Maqellar. Kjo për ta mbajtur larg hakmarrjes dhe vigjilencës që regjimi i kishte intensifikuar
mbi familjen e tyre. Për sa kohë ishte i vogël, ai nuk kuptonte shumë nga kjo hakmarrje, por në adoleshencë ai do të niste të rebelohej. Gjatë kësaj periudhe, domethënë, nëna ime, prindët e mi bien dakord me Timat që për hir të jetës time, domethënë, të filloj të unë nuk shkova, ndoshta ato menduan më mirë për të jetën time, nuk shkova që ta shoh ndonjë vujtje edhe këtë pjesën e ndarjes. Dhe faktikisht deri nga mosha 14 vjeç, për që në korekt në atë pjesën asaj moshe, si fëmijë, domethënë, isha kritik ndaj Timeti. Domethënë, po realisht dhe nëna nuk foli keq kur për që në korekt, jo se as për Timat, po është në burg. Për politik, dhe se duke qenë fëmijë dhe nuk u kuptohesh ç'lidhje ka politika, se duhet dënohet tjetri. Por në moshën 14 vjeç, 15 vjeç, fillova të kuptoj realisht që është politika. 16 vjeç kam qenë kur vdiq diktatori asaj kohe Enver Hoxha dhe i thash ti më realisht shqyqyr që vdiq, i thash. Madje si çdo prind duke një fëmijën e vet, mbyll gojën, tha se do shkosh kritat. Domethënë, kjo ka qenë e vërteta kur ka vdek atë ditë. Kthehem nga shkolla dhe nëna i thosha na mori të keqen, tha ore mbyll gojën, tha se do shkosh atje kritat, se i madh ishte akoma në burg. Vitet e burgut ishin tmerrsisht të vështira si për baban e Eduardit në Burrel, ashtu edhe për të atin e Halitit në Spaç. Madje, baba i Halitit, Sherifi, kishte marrë edhe një ridënim, ndërkohë që ishte i burgosur në Spaç. Baba e kam bë burgun në Spaç Mirditës. Ishte atje në vitin e 73, bëj një revoltë atje. Dhe ka marrë pjesë në revoltën. Më shumë. E ka dënuar për zdytin nga 15 që kishte dënimin, i ka shku 21 vjet burg. Atje. Shkojmë e pa ne, bëshim takim shkosh me shifë, pas ekonomisë që kishim, shkoshim e shikonim. Nuk e takojmë, vetëm kemi lënë ushqimet, ai kishte pas qenë në Tiranë. Kishim pas për nga Spaçi në Tiranë, e tu si këtej. Lëmë ushqimet atje ne. Kur kemi shumë e taku mrapa, kishte pas mbaruar fare, vetëm se ishte si ku fom rezistati. Më ka thënë baba sa kur kom qenë në Shpallë e Grukumat, herën e dytë në burgun e Tiranës, se tha na rrifshin, ishin të lidhë kamësh e durësh. Sa që tha kishin burg, kërshi, tha aty afër njeni, tha, bërtishin. Më ka thënë njeni, bërtit mërqy qarë, tha se do të mysin fare, tha po s'bërtite. Tha unë nuk bërtit që fare. Bërtit, tha mërqy qarë, tha më ka thënë. Se ato tha unë një gjëshin, biruca tha, një gjëshin, tha bërtit, tha se po s'bërtite do të mysin fare. S'ke për të dalë gjallë nga burgu. E ne tha, me të vërtet, tha shvaj. Ku kam fillu duke bërtit, tha atëhere tha më kanë lanë rrafjet dhe torturat. Po ashtu, edhe Eduardi ka kuptuar përmes rrëfimeve të atit se vitet e tij të burgut në Burrel ishin shumë të vështira dhe vetëm kujdesi i tij ekstrem për të mos rënë pre provokimeve dhe disiplina spartane do ta ndihmonin të shpëtonte në ato rrethana terrori në atë burg. Gjithmonë më provokonin me qëllimin që të më zgjatesh e burgu, që të por ai vullneti i hekur ndoshta dhe ka shpëtuar. Natyrisht nga ana shëndetësore ka pas disa herë situata të vështira gjatë periudhës së burgut, por fatin e mirë gjithë Fisi Allamani, kushuritë e Timeti dhe këto kanë kontribuar shumë për gjatë periudhës që ka qenë Petriti i Timat në burg, shumë, qoftë me ushqime, duke qenë se për fat ishte edhe burgu për afër me fshatin. Në këmbë, natyrisht në këmbë, se 2 orë është nga Kurdaria, do fshati jon nga Burreli, dhe e mbanin me ushqime.
Pas kësaj vale burgimesh, mbi familjen Allamani u shtua presioni dhe dhuna psikologjike, duke mos kursyer as fëmijët e shkollave. Eduardi i kaloi vitet e fëmijërisë tek dajat e tij në Maqellar. Peshën e vërtet të persekutimit do ta ndjente në adoleshencë, kur do të kuptonte se e vetmja shkollë që i lejoi të ndiqte ishte e mesmja bujqësore. Ndërkohë në Kurdari, ku survejimi dhe persekutimi ishte më i rrept, fëmijëve të fisit Allamani ju mohoi edhe arsimi i mesëm. Siç tregon Haliti, burgimi i babait rëndonte në çdo çështje të familjes. 20 vjet baba në burg, me 5 fëmijë, mirë ato u burgosën, por ato ishin burg, ne ishim më keq se sa ato në burg. Se ne na lanë pa shkollë, nuk na leni me shku në shkollë të mesme, vetëm 8 vjeçare. Edhe aty bile ishte një qik me zorse, dhe po mësove nuk ta jepte notën që meritoshe. Nuk na lishin në të vend me punu në brigadë që kishim me afer. Na internon nga e brigadë një tjetër. Si me qëllim që mund të bësh ne gabime, si përfundim, ka arrit një fëmijë i një fisi tjetër aty, ishte fëmijë në zonë shkolle. Ishte thonë sambës në e tregote ama me vonë, tha, qa janë të kulakët, atë harën këto kulakët? Fëmijë shkolle, se duke një gjurë për mbledhje si kulakët këshu, kulakët dhe shu, qa janë të kulakët, a harën njërës të kulakët? Këte ne na kanë shkatru dhe dërmu. Sa që kemi arrit, që brezë jonë të mos shkollohet asnjë. Haliti kujton me dhimbje dhe revolt edhe një betejë personale që ju desh të bënte me sigurimin e shtetit. Presionet ishin të atij niveli se ai shpesh thot se ishte i përgatitur për të hyrë në burg. E kishte zgjedhur rrugën e tij, nuk do të bënte kurrë kompromis me të keqen. Me kanë luftuar sigurimi atë gjithonët. Ka arrit operativi sigurimi dhe më ka thonë mu, pa ti vë hekur aty, nuk t'i la. E di thash, dhe sa unë jam Allamon 1, dhe i biri sherif Allamonit, i mirë pres hekurat. Vetëm se të kesh një gjë parasysh, se as popullit, si këm bë kesh, nuk i bëj kesh, as shtetit ja. Arsyeja ishte se, pse ne nuk bashkëpunonim me, pse nuk e qonim të dhana ati. Haliti thot se edhe kur u martua u tregua i hapur me bashkëshorten, duke e paralajmëruar për rrezikun e burgut që i kanosej. Edhe ajo e kishte të atin po ashtu të dënuar me 10 vite burg dhe e dinte mirë peshën e këtij rreziku. Kur ka ardhur gruaja në shtëpi, i kam thonë, unë të kesh gjë parasysh se unë, o 2 ditë, o 2 vjetë, o 2 muaj, se sa më shkoj, po jam për burg. Prandaj, në qoftë se se jam i përballu jetës, mund të rrish këtu. Jo mos e nesër të dërgoj ke vëllezërit tuaj. Dërgoj ke vëllezërit, merri parasysh të gjëra se jam për burg. Tha, derisa kam marrë, kam marrë parasysh. Në vitin tjetër, ishim duke punuar në kooperativë. Dhe vjen korjeri, ishin nusë vëllezërit motra. Vjen korjeri dhe thot urgjencisht kërkoj një zyrë të këshillit. Nëse nusjes më i ra u zverdh. Vëllezërit nuk e dishin se si ishte puna, por ato për vetëm nana dinte që nana si kishte tregu çdo gjë që mund të ndodhi, unë jam për burg. Se mund të ndodhi çdo gjë. Prandaj të keni parasysh që gjaku si kam bën, nuk kam gjë me njeri, vetëm është propagandë e shtetit. Haliti kujton se atë ditë ishte i bindur se do ta arrestonin. Madje rrethanat dhe ato çka i thanë në zyrën e këshillit, atë ditë ja përforcuan më tej këtë ide. Shkoj atje.
Takoj, dilte atje, hec rrugës është të dalim vetë, operativizorës. Ata ndetën e pashë, shdo më venjë, heku. Se qa nuk pritëshem, dhe e pritëshem. Tu, po si, thash unë, mund bëni qarë të doni, keni ndërë, të gjitha janë të ujat. Por unë jam ky që jam. Nuk ndryshoj. Mu edhe baba është dënu për mos kallëzim, për mos denancim. Jashtë për arratisin Ahmetit, thash, edhe unë se po denancoj njeri dhe po raportoj njeri se bëni ky kështu apaj, nuk jam. Ju mund bëni çfarë të doni. Lejta vonë, vonë shkoj për në shpi, kështë dalë vëllai përpare gjithar me se ka vdekaj. Pse u vonova? Më nana e dite, se nana se pa të tregu të gjithë. Ta këlla në rrugë, pashu të shpia dhe më thotë, Allah, thash nuk ka problem, thash. Kam pas kërku leje për punë me hikë punë shtetit, ka kërku në gjithë këshillit në sush për këtë problem. E një nuk dhash ma gjatë, se kishëm dhe frikë që po të kallëzoshëm ishe i arrestu, po të ditën i fjallën një. Edhe kam i shpi, nana, thash të këtu. Nana që ja tregova të gjitha. Thash pranaj, nana, mos bëj marat, as një gjo nuk ka. Gjo ku si kam bënë, as nuk. Por, problemi është, ky që është. Historia tregoi se Haliti ju bëri ballë këtyre presioneve dhe u rezervua e u ruajt aq shumë duke i shpëtuar burgut, por shpesh ai mendonte se të jetuarit nën atë presion të jashtëzakonshëm e të pandërprer ishte edhe më i rëndë se vetë burgu. Unë ishem aq i tensionuar, aq i ngarku, aq i vra në shpirt që kudo që shkoje, rrije me frikë. Jo për se kështë bëna i gjo. Vetëm rrije me frikë se ishe në presionin e një shteti. Nuk e di, ishe në një presion që por kam i gjo këtu. Di që nuk i kam bë keq shkuj. As shtetit jo, po as popullit as një. Kam nejt e sapin tim, në punën time, kam punu tepër se duhet. Tepër se duhet, si ishe i detyru me punu. Me rrit një familje, me pa dhe babën bukë, po me rrit, se unë ishe 16 vjeç, sa kështë më ru shkollën, tjetë ishin gjithë më të vegjër se sa unë, 4 fëmijët e tjerë. Ishe i detyru me punu dhe me jetu. Prapë se prapë, unë jam krenar, që nuk kam poshnu fisin, po dhe babën, që ka bëj 20 ditë bukë, po dhe gjithë fisin, po. Po ashtu, edhe për Eduardin, rruga shkollore u ndërpre pas maturës. Arsimi i lartë ishte i ndaluar për të. I mbetej të nënshtrohej dhe të ndiqte rrugën e jetës nën diktatin e regjimit. Me mendimin që do vazhdoj, njeriu do ndërtoj jetën me ato situata që është, si të vi. Përgatita për të marruar shërbim ushtarak, se s'kishte zgjidhje tjetër dhe më çuan natyrisht në xhenjo pune. Por atë 2 vjet xhenjo pune, pastaj në 90-ën kur kanë kaluar tanket e para, ose më saktë kur filloi ambasadat në korrik të 90-ës, kam qenë ushtar në Shijak, në xhenjo. Edhe kam pasi shok ushtrie, atë kohë nga Beshkopia, dhe unë shkova, morëm leje. Ai më tha edhe unë do aratisëm, apo vjen me mua. Kisha do ëndrat e mia të jetës, si mund të natyrisht edhe presioni.
A ishte familje tjetër, kishte me pushtet, jo i thash nuk vi. Natyrisht fati im, sepse e vranë kufi atë. E vranë kufi në atë periudhë. Edhe unë u ktheva në repart, plasi në 8 dhjetor ka qenë data me sa kujtoj unë, sepse duke qenë reparti e kishim të razosionin Shiakut, kalonin tanket. E kuptova që këtu mori gjithmonë gjithçka, se deri ke ambasadat nesësh u liruam shqyr, u liruam mirë dhe shkoj në shtëpi, domethënë timati ishte akoma s'ishte liruar. Shkoj në shtëpi, gjej, më besoni për këtë që gjej portretin e Enverit. Se të shih, ajo periudha ashtu ishte. Daja të mbanin se me të drejtë një të marr atë portretin, jo për mlev, se sa shqyqy që iku kjo periudhë. Domethënë, ishte ato mëndrat e njeriut, ajë thashmë në fund do ketë një liri për gjithë, edhe e dogja, dhe të drejtë dhe mëma, qa bu bënë, se do në marrë shumë qafe këti andith. I thashë morën fund këta. Dhe vërtet, gjithçka kishte marrë fund. Shqipëria po lirohej nga zgjedhja e diktaturës. Një kohë e re po vinte, me sfida të reja, por me liri mendimi dhe veprimi. Fisi Allamani, sikurse shumë familje të tjera të përndjekura, shënoi fundin e një epoke të errët dhe nisjen e një tjetre me përpjekje për të vënë në vend çka mund të vijej dhe për t'u integruar. Eduardi synoi menjëherë të vijonte shkollimin. Kam bërë 2 fakultete se fillimisht më çuan do të shkoja po në profil bujqësor. Si ishte akoma nëse njëshin ato kriteret asaj kohe që do të shkosh profil ku je. Pastaj u liberalizua dhe vazhdova drejtësi, sot kam një studio ligjore në Durrës. Po ashtu, për te i detit, në familjen e shpëtuar të patriotit të ekzekutuar Isuf Allamani, u formua një mjek i nderuar në fushën e epidemiologjisë, djali i Isufit Allaman Allamani. Pasardhësit e tjerë luftojnë për të ngritur lart emrin e fisit të tyre, për të dëshmuar historinë siç që dhe për të vënë në vend të drejtën e mohuar.